Rritja e çmimit të energjisë elektrike prej 16% ka ndikuar në fillimin e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore. Përveç rritjes së çmimit të bukës në disa vende, po paralajmërohet të ketë rritje edhe në produktet esenciale. Por ndaj këtij vendimi të ZRI-s, siç duket më së shumti janë afektuar bizneset në Prishtinë, e pikërisht në produktin më të preferuar të qytetarëve, në kafe. Çmimi i kafes në Prishtinë që nga fillimi i majit në disa kafene është rritur menjëherë, duke arritur deri në 2 euro. Përderisa në qytetet e tjera të Kosovës ka bizneset e gastronomisë që nuk janë ngutur kaq shumë për të rritur çmimet. Me rritjen e çmimit prej 16% të energjisë elektrike në disa vende të Prishtinës, çmimi i kafes apo edhe i bukës është rritur deri në 100%. Përderisa në qytetet e tjera të Kosovës, çmimi i kafes kushton edhe 80 cent. Në Gjilan një kafe mund të pish për 70 cent, në Ferizaj edhe me 1 euro e 20 cent. Në Lipjan një kafe kushton 1 euro, ndërsa në Mitrovic kafja kushton prej 70 cent e deri në 1 euro e 20 cent, përderisa në Veri një kafe mund të pihet edhe me 50 cent. Petrit Llokoqi nga shoqata e gastronomëve thosë se gastronomët nuk janë ata që i shtrejtojnë produktet, por gastronomisë i shtrejtohen produktet. Krejt produktet janë shtrenjtuar. Nuk është që ne si gastronom kemi shtrenjtuar produktet. Çmimet janë shtrenjtuar të gjitha produktet. Neve na janë shtrenjtuar rreth 30% çmimi i vlerës së kafes në këtë rast, por njëkohësisht shporta konsumatorit është shtrenjtuar deri në 37%, e që i bie që neve furnizimet na janë rrit për rreth 37%, kemi dyfishim të rrogës së stafit, kemi rritje të çmimit, të energjisë elektrike e gjithçka tjetër që kanë çuar gastronomët deri te kjo, të kemi të qartë se gastronomët nuk e rrisin çmimet e produkteve. Gastronomisë i shtrenjtohen produktet. Sipas tij, nuk është marrë ndonjë vendim i përbashkët për rritjen e çmimit të kafes, por çmimet i kanë rritur individualisht disa lokale. Nuk është që është diskutuar në grup të gastronomëve kjo. Kjo është një vendim që i kanë shtrejtuar vetvetiu disa kafene. Disa lokale është shtrenjtuar, por është bërë më e madhe rritja e kafes se normalisht janë shtrenjtuar të gjitha produktet. E rritja e produkteve ushqimore, por edhe e kafes, ka ndikuar direkt në xhepin e qytetarëve. Kjo ndjehet më së shumti tek pensionistët, të cilët thonë se janë mësuar të takohen më shpesh me shoqërinë nëpër kafene për të kaluar kohën, ndërsa tani duhet t'i rallojnë ato. Shumë shpesh për ditë edhe e kemi jetuar që më është pak e ranume me çmim kafja. Edhe nuk më jeton ças. Shkon një gjys 2 diku. Aty ku ka qenë 7 cent ka bën një herë, ku ka qenë 1.20, 1 gjys, ku ka 1 gjys 2, që pi vjen 2 herë 3, sa gjatë të rënë mujt veç kafe. I keni ranu tash produkt ajo? Isha me thonë nuk përna ban rutina me zvoglu, mirë po me siguri se po. Pensionera. Dhe më thonë çmimin. Kur i s'ka ndiku hiç? Te qytetari. S'ka hup qytetari, se ka një cent në gjep, a i shtilet edhe në mujtë me po pak bëftoh me marë që a jetë. S'pim kafe heq? A i s'pej kafe heq, a i që ka pen, a i që s'ka s'pen. E të na bërdam nuk ndikon që ngritja çmimi. Se na fukara jemi konë edhe pak ngritja çmimi heq. Sepse edhe ne që i marëm, ne jemi pensioner, ku më nusim se më dhanë. Edhe pse ku marë 400-500 euro rrugën, pagën dhe më thonë. Absolutisht me to s'ke mujtë me po gjanë. Edhe ajo konë, dhe më thonë, nivel i ullë i pagës. 300 euro sot, unë e përshamë me 4-5 andot familjes që i marë penzion,
Që s'ki që ka bën laf heq. Janë luhat pak, ka nisë më luhat i krejt. Sa dikon kjo tek gjepi qytetarëve? Ta shpej 50 cent, 70 dikon njëra, dikon ka bo një gjysë, është në varë të lokalit, ta nuk kanë kontrollisht, me rriti smimet që shpo kanë qefë, se nuk kanë kontrol për shtetit, për qeveria. Ta shtio ngrejt rryma, vesh bu ka rrit, për shamë 10 cent. Si o rrit për shamë, me të parit, për i herë bu ka ngrejt, ashtu që po thëmë të smimet në tavan, ashtu edhe popësi dhe të shetër dhe ku po shkanë, dhe të flenë gjome, dhe të lirë qeverisë duhet të lira, dhe të ngrejt rrymen, 4 herë ngrejti rrymen mërëna 4 vjetë mandat vetin. Unë e kom marrë dje, edhe sot nisa këto farvizitat, që thojnë ta pak me qilën, me shetit, pak jam me mesën, me djallin atje, e pash që ka bo një ndryshim, një mëngjes për shembull e pash me një kafeteri, për një 2 diçka 3 shhyp, edhe për mu, okej, e baj dyqysh, po për juve, sidomos këtu nuk e di, shtrejtimet, në realitet nuk ishtë dash që tasht, nuk po këtu edhe s'po ka qeveri që tasht, edhe rryma dhe atë, edhe për këta pronart ka me kanë vështirë, se kanë me hup edhe mështerit, tani rrinë të shtëpia njerëz, i pinë kafe të shtëpia nashta. Për dallim prej herave tjera, kësaj here qytetarët kanë qenë ata, edhe të cilët kanë protestuar, të cilët kanë paralajmëru se me shtrajtimin e rrymës do të ketë rritje edhe çmimeve tjera. Dhe kjo ndodhi posa u shtrajtuar rryma, në fakturat e para menjëherë ndodhi shtrajtimi i produkteve. Jemi dëshmitar se në komunën e Prishtinës, është në sheshtu ku jemi, një kafe kushton 2 euro. Kjo është jashtëligjshme. Bu morë parasysh me shtrajtimet që kanë, atëherë një ujë kushton 1 euro. Është e vërtet se çmimet në Kosovë janë në rritje pothuaj ditore, gjithë artikujt jetësor, primar, shporta familjare është bërë e pa përballueshme për qytetarët e Kosovës dhe kësaj i paraprill dhe shtrejtimi enorm i çmimeve të energjisë elektrike, dhe unë mendoj se kjo është një damtim i çështjeve sociale, i pozitës sociale dhe i familjeve tona kosovare. Për atë arsye shumë prej trive dhe trejave kanë marrë rrugën e mërgimit, po largohen nga Kosova për një jetë më të mirë, për më mujt me siguru jetën e tyre dhe të familjeve tyre. Shtrejtimi u kundërshtua me protestat e organizuara nga grupi As një cent më shumë, të cilët paralajmëruan se me këtë rritje do të bëhet edhe shtrejtimi i produkteve esenciale të ushqimit. Jemi mësuar që